A dini çka ka ndodhur në këtë shekull, në këtë kohë? Edhe te na ka ndodhur. Nëna prak të ardhur Ramazani, në xhamia Al-Azhar ka pas polemikën mes muslimanëve, taravia a 20 rekat a 8 rekat. 20 rekat apo 8 rekat taravia. Edhe në kanë musliman të vranë mesin e tyre. Qonë e vetin shehin e Azharit, i thojnë, o shehi, çka është halli? A 8 rekat a 20 se janë të vranë muslimanët mes vetën. Dëgjoni urtësinë dhe burrave të mëdhaj, e ulemave të mëdhaj. Ka thonë mshel në xhamien, mos u falni hiç. Po vëllezër, ka thonë mshel në xhamien. Thotë se me fal taravien o sunet, me rujt bashkimin dhe vllaznillëkin është farz. Me fal sunetin është sunet. Me fal farzin, me rujt vllaznillëkin është farz. Urdhni i Zotit është: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu", kapni për ditarin e Allahut dhe mos u përçani. Prandaj ky rnek dhe ky urdhën i Allahut po tregon se vlera e vllaznillëkit është më e madhe dhe më e rëndësishme për një polemik mes ulemave. A duhet 8, a duhet 20? A i çon durt, as i çon durt? Muslimani zguzon më marrë me senet vogla. Muslimani mirët me senet çka është më prioritare. Vllaznillëki kon ka më i vlefshëm.